Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Më shumë se 100 pacientë në Maqedoninë e Veriut të dëmtuar nga zjarri i rënë në një diskotekë në Koçan vijojnë të nështrojnë kurimit në spitale. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në një konferencë për shtyp konfirmoi se nga 193 pacientë janë dërguar në shtëpi 93 prej tyre, ndërsa 100 janë ende për kurim. 93 pacientë tashmë shërohen në kushte shtëpiake dhe janë në gjendje shumë më të mirë. Gjithsej 20 pacientë janë në Shkup dhe 80 pacientë janë jashtë vendit. Fatmirësisht numri i pacientëve janë shumë kritik, sot është ulur në numrin 3. Sot kthehen 2 pacientë prej jashtë dhe atë 1 pacient prej Polonie dhe 1 pacient prej Belgjik. Arben Taravari, ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pas zjarrit në Koçan shpërsohen masat ligjore mbi përdorimin e mjeteve piroteknike në hapësirë të mbyllur në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mes të tjerave ndryshimet synojnë rritje të gjobave për persona fizik dhe juridik dhe plotësimet e ligjit për kundravajtje kundër rendit dhe qetësisë publike. Propozohet rritje gjobave nga 200 deri në 10.000 euro në varësi të llojit të tregtuesit. Me miratimin e zgjidhjeve të propozuara do të mundësohet sanksionimi i përdorimit të mjeteve piroteknike në hapësira të llojit të mbyllur dhe rritja e sigurisë të qytetarëve. Ndryshimet janë parashikuar të miratohen mes një procedure të përshpejtuar. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut përjashton mundësinë e daljes nga bashkëqeverisja. Një konferencë për shtyp Arben Taravari sqaroi pozitën e tij brenda koalicionit Vlen nëse shkohet në zgjedhje. Shqipni, ne kemi 2 opsione për zgjedhjet lokale, kam thënë, një është të shkojmë Vleni së bashku, që unë e dëshiroj të jetë ashtu, edhe e dyta dalim vetë në zgjedhje lokale, si Aleancë për Shqiptarët. Në lidhje me ngjarjet brenda koalicionit, Taravari komentoi si mos koordinim dhe jo si konflikt. Se njerëzit janë të kënaqur prej funksionimit të qeverisë dhe ky është fakti i pamohshëm, kështu që unë mendoj se desinkronizimi ynë brenda Vlenit mendoj se është problemi kryesor dhe na duhet sinkronizim më i mirë. Ishte Arben Taravari, ministri i Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim vijon ta vlerësoj një përndjekje politike arrestimin e ish-ministrit të ekonomisë Kreshtik Bekteshi si pjesë e përgjegjësisë për tragjedinë e Koçanit. Pse të ketë defokusim debatit? Pse gjithmonë fajtor, kujdestar për çfarë do që ndodh? Madje edhe në Koçani, ku këmba e Kreshtik Bekteshit fare nuk ka shkelur atje, të jetë fajtor për një tragjedi të tillë, ndërsa fajtorët, personat të cilët duhet jenë përgjegjës të drejtë për drejtë në këtë situatë fare mos iniciohet kurfar procedurë. Në një intervistë televizive, Arbra Demi nga BDI e konsideroi një absurditet vendimin e gjykatës. Kam parë kallëzimin penal, kam parë edhe propozimin e prokurorisë për caktimin e masës paraburgimit dhe me të vërtetë është një absurditet i llojit vet. Një laik, një person i cili fare nuk ka njohuri në drejtësi, mund shë se bëhet fjalë për konstruksion të pastër politik, bëhet fjalë për përndjekje klasike politike. Ishte Arbra Demi nga BDI. Nga mesi muajit prill pritet të vihet në funksion regjimi i ri kufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Përmes tij synohen kontrolle vetëm në hyrje nga policia respektive e shtetit. Regjimi i ri do të bëhet sipas modelit hyrje-hyrje, do të zbatohet në pikat kufitare të Hanit e Elezit, Blac dhe Globoqicë Jazhinc, ndërsa punojësit e policisë do të punojnë në një objekt përbashkët. Përmes këtij modeli pritet të lehtësohet qarkullimi i qytetarëve të dyja shteteve. Shtetasit e Kosovës duhet të jenë të pajisur me letër njoftim biometrik ose pasaport për të kaluar në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shpërthimi tek zyrat e reja të postës Kosovës në Zveçan trondit veriun e Kosovës. Lajmin e bëri të ditur zëvendës drejtori i policisë në rajonin Mitrovicës. Sipas informacioneve të para, ngjarja ndodhi rreth orës 00:30 minuta. Janë shkaktuar dëme materiale thyrje xhamash, por nuk ka të lënduar, tha Veton Elshani. Ai shtoi se njësitë përkatëse të policisë janë në vend ngjarje dhe po zhvillojnë hetimin për rastin. Sulm me element terroriste, komentoi kryeministri Albin Kurti shpërtimin e 2 granatave në një zyrë postare në veri të vendit. Shefi i qeverisë në Prishtinë pretendon se ky akt është një orvajtje për cënimin e sigurisë dhe pengimin e integrimit të qytetarëve në sistemin institucional të Kosovës. Sipas Kurtit, qëndrimi i lirë i Mile Radojčićit, i dyshuar për kryerjen e sulmit në Banjska dhe mosdorëzimi i tij inkurajon terroristët dhe kriminalët me veprimet e tyre për destabilizimin e vendit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e vlerëson si pjesë të qëllimeve agresive të Serbisë sulmin me granatë ndaj pikës së postës në Zveçan. Ramush Haradinaj vlerësoi punën e policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë, duke theksuar se ato po dëshmojnë aftësinë dhe gatishmërinë për të sjellë përpara drejtësisë ata që guxojnë të cënojnë rendin dhe ligjin në vend.
Haradinaj bëri thirrje për mbështetje të pakushtëzuar për institucionet e sigurisë nga qeveria e Kosovës, duke paralajmëruar se vendi nuk guxon të bëhet një bazë për element terrorist. Për këtë arsye dhe kërkohet bashkëpunim dhe koordinimi i fuqishëm me aleatët tanë të NATO-s në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deklaroi Ramush Haradinaj. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, shpreh shqetësimin se ndikimi rus në veri është rritur pas agresionit rus në Ukrainë. Në intervistë për median kroate, Večernji një list, Maqedonsi informoi se ka informacione të besueshme për praninë e inteligjencës ruse në qendrën humanitare ruse në Nish. Sipas tij, Serbia vazhdon të bashkëpunojë me Federatën Ruse në zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse. Shumica e sistemeve raketore serbe dhe sistemeve ushtarake janë blerë nga industria ushtarake ruse, si dhe nga Kina dhe Irani, nënvizoi Maqedonsi. Në lidhje me marrëveshjen me Shqipërinë dhe Kroacinë, ministri i Mbrojtjes i Kosovës nënvizoi se nuk është për të sulmuar vendet fqinj. Nuk po fuqizohemi për të kushtuar vendet fqinje, por po e fuqizojmë ushtrinë tonë që të jetë aftë të mbrojë Kosovën pavarësisht fuqisë së kundërshtarit, tha ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Zëvendësja sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Apeli vjen përmes rrjeteve sociale pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Edhe i dërguari i Unionit konfirmoi bashkëpunimin e ngushtë me aleancën. Pak ditë më parë ai zhvilloi një tur takimesh në Prishtinë dhe Beograd para rifillimit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. KFOR apelon se stabiliteti në rajon varet nga angazhimi i të gjitha palëve për të zgjedhur diplomacinë në vend të dhunës. Në intervistë për Frontline, KFOR informon se zgjidhja afatgjatë për paqen është politike dhe duhet të përfshijë dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si kornizë të vetme për trajtimin e çështjeve politike. NATO vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga BE si kornizë e vetme për zgjidhjen e çështjeve politike në pritje me respektimin e të drejtave të të gjithë komuniteteve, thuhet në reagimin e KFOR. Eurofor rrit praninë në Bosnjë dhe Hercegovinë me ushtar nga Çekia, Italia dhe Rumania. Kjo është përshkruar si një masë parandaluese pas rritjes së tensioneve në vend si pasojë e miratimit të ligjeve jo kushtetuese në entiteti Republika Srpska. Eurofor është dislokuar në 17 lokacione në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën me qëllim mbrojtjen e popullsisë dhe ofrimin e mbështetjes për autoritetet shtetërore. Presidenti prorus i Republikës Srpska i entitetit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik, ka mbërritur në Moskë. Përmes rrjeteve sociale ai deklaron se sa herë që shkon në kryeqytetin rus, qëndrimin e nis me një vizitë në monumentin e herojit panjor për të nderuar 28 milion rusët që kanë ndruar jetë në luftën e dytë botërore. Gjykata në Bosnjë dhe Hercegovinë ka lëshuar flet aresti ndërkombëtar për Dodikun pasi ai nuk është përgjigjur ftesave të zyrës së prokurorit për të intervistuar lidhur me dyshimet se ka kryer veprën penale të sulmit kundër rendit kushtetues. Në 16 vjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO, presidenti Bajram Begaj tha se në këto vite vendi dëshmoi se është anëtare e denjë aleanca do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj saj. Në një postim në rrjetet sociale, kreu i shtetit tha se Shqipëria do të vijojë të jetë përkushtuar ndaj aleancës veri atlantike për të patur një NATO të fortë dhe të bashkuar, ndërsa ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani theksoi nevojën për të forcuar partneritetin me aleatët tanë si dhe për të vazhduar me krenari kontributin për forcimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Për ministrin e mbrojtjes Piro Vengu, në këto 16 vite forcat e armatosura kanë dëshmuar vendosmëri për një paqe të qëndrueshme. Ndryshojnë procedurat doganore për mallrat e dërguara në ose përmes Bashkimit Evropian. Sipas njoftimit zyrtar të drejtorisë së doganave në Shqipëri, transportuesit rrugor dhe kuroror do të duhet të ofrojnë të dhëna për mallrat e dërguara përpara mbërritjes së tyre nëpërmjet një deklarate për mbledhse të hyrjes së plotë. Sipas drejtorisë së doganave, detyrimi është i vlefshëm edhe për transportuesit postar dhe postat e shpejta që transportojnë mallra duke përdorur këto mënyra transporti si dhe për palët e tjera. Në njoftim thuhet se në rrethana të caktuara, marrësit përfundimtar të mallrave të vendosur në Bashkimin Evropian do të duhet gjithashtu të dorëzojnë deklaratën për mbledhse të hyrjes në sistem. Ky veprim është i vlefshëm për të gjithë operatorët ekonomik dhe transportuesit e regjistruar në Shqipëri. Bota. Sulm me element terroriste, komentoi kryeministri Albin Kurti shpërthimin e 2 granatave në një zyrë postare në veri të vendit. Shefi i qeverisë në Prishtinë pretendon se ky akt është një orvajtje për cënimin e sigurisë dhe pengimin e integrimit të qytetarëve në sistemin institucional të Kosovës. Sipas Kurtit, qëndrimi i lirë i Mile Radojčićit, i dyshuar për kryerjen e sulmit në Banjska dhe mosdorëzimi i tij inkurajon terroristët dhe kriminalët me veprimet e tyre për destabilizimin e vendit. Gjermania paralajmëron aksione nga Moska që do të pengojnë paqen në Ukrainë. Ministri i jashtëm i Gjermanisë deklaron se Putini kërkon të fitojë kohë dhe nuk dëshiron paqe dhe po vazhdon luftën agresore e cila shkel ligjit ndërkombëtar.
Gjatë një vizite të papritur në Kiev, Annalena Baerbock pretendon se Ukraina është e gatshme për një armëpushim të menjëhershëm. Deklarata e ministres së jashtme të Gjermanisë vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Rusinë me tarifa të reja mbi produktet e naftës nëse Moska bllokon nismat e tij për armëpushim. Ai gjithashtu tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të përballet me probleme të mëdha nëse nuk nënshkruan një marrëveshje për mineralet kritike me Washingtonin. Bashkimi Evropian i kundërpërgjigjet me keqardhjen e tarifave tregtare nga SBA. Gjatë një seance plenare të Parlamentit Evropian në Strasburg, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se BE është e gatshme të përgjigjet tarifave të vendosura nga Trump. Ai tha se BE kërkon dialog, por nuk ka ndërmend të qëndrojë pasive përballë sulmeve tregtare nga Shtetet e Bashkuara. My message to you today is that we have everything we need to protect our people and our prosperity. Mesazhi që dua t'ju përcjell sot është se kemi gjithçka që na nevojitet për të mbrojtur qytetarët tanë dhe begatin ton, deklaroi presidentja e Komisionit Evropian. Our strategy builds on 3 pillars. First, we are open to negotiations. Second, we will keep diversifying our trade with other partners. And my third point, we will double down on our single market. Ajo nënvizoi se strategjia e Bashkimit Evropian mbështetet në 3 shtylla kryesore: negociatat, diversifikimin e marrëdhënieve tregtare duke filluar me Kinën dhe forcimin e tregut të brendshëm. Nuk të riqem është reagimi i Marine Le Pen pas vendimit të gjykatës për ta dënuar atë me 4 vjet burg. Ndaj meje është marrë një vendim politik, komentoi Marine Le Pen në një intervistë televizive. Sipas saj, miliona francezë janë të indignuar dhe krahasoi vendimin e gjykatës me metodat e një regjimi autoritar. Kreu ekstremit të djathtë në Francë tha se kjo është një ditë e zezë për demokracinë franceze pasi mohohet miliona qytetarëve mundësia për ta pasur atë si kandidate. Le Pen gjithashtu vuri në dyshim legitimitetin e presidentit të ardhshëm të Francës nëse ajo do të shpallej i pafajshme pas zgjedhjeve. Drejtësia duhet të veprojë shpejt, por do të jetë shumë vonë, tha Le Pen. Gjykata franceze dënoi Marine Le Pen me 4 vjet burg për keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në këtë mënyrë asaj ndalohet kandidimi për 5 vjet në zgjedhje. 2 nga 4 vite dënimit me burg ajo do t'i vuajë me byzylyk elektronik dhe me një gjop për 100.000 eurosh. Gjykatësit vendosën të aplikojnë dënimin maksimal duke përfshirë dhe ndalimin për të zgjedhur. Përjedhoi, Le Pen nuk do të marrë pjesë në asnjë zgjedhje deri në përfundimin e periudhës së ndalimit, përfshirë presidencialet e planifikuara për majin 2027. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, kryeministri Viktor Orban dhe qeveria italiane kritikuan vendimin e gjykatës për Le Pen. Ajo u ndalua për 5 vjet dhe ishte kandidatja kryesore, tha Trump, duke referuar statusit të Le Pen si kryesuesja në zgjedhjet para betejës presidenciale franceze. Unë jam Marin, deklaroi kryeministri hungarez Viktor Orban, ndërsa zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini tha se nuk do të dorëzohen. Ata që i friksojnë gjykimit të votuesve shpesh gjejnë sigurinë në gjykimin e gjykatave. Ne nuk do të friksohemi, nuk do të ndalemi, shkruan zëvendës kryeministri italian. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.